Shkupi sot është një qytet multietnik, me të madhe kanë ardhur turqit, turqit nuk më pengojnë nëse janë turq. Mua ma prekin lirin këto që e kuptojnë Shqipën dhe nuk duan të jenë shqiptar, si që jam unë, Zurrehti Ilir Mileti Skenderbeg. Dhe këta që e lafosin Shqipën dhe që e din Shqipën, i pjesë e tyre tani kanë fillu të ndryshojnë fotot në rrjetet sociale, të bojnë me herojt shqiptar, me UÇK, Adem Jashar, por ato menden e kanë të Sultan Mahmutit. Sidomos një pjesë dhe do të mishti ato në rentgen, organet e sigurisë shqiptare, mishti në rentgen kudo që janë, se nuk mundet dhe nuk mundesh me qenë edhe shqiptar i Gjergjit, edhe shqiptar i Sultanit. Nuk mundesh me qenë edhe shqiptar, edhe musliman. Kjo musliman është mbetje osmane, mbetje turke. Prandaj ne kanë sulmuar identitetin ton kombëtar, se vetmja fe në tëshmëri është shqiptaria, fetus. Shumë bukur e tha miku im Petrit Gaci, Germa F me dibuz është frym, aty ku merr frym, kur vjen shpirti për herë të parë në Erham. A e dini çka është Erham? Erham